Tarin e fundjavës, siç e thash, do të flasim për politikën tonë të brendshme. Na është bashkuar Ermal Peçi, koleg gazetar, përshëndetje, mirë se erdhe. Por para se të kalojmë te politika e brendshme, unë doja të të merrja një koment për këto zhvillimet e fundit në Kosovë. Nuk e di nëse na ndoqe me zotin Lutfi Bilalli. E mbyllëm bisedën me të me një ngacmim të tij kur sa i përket kësaj marrëdhënies Rama-Kurti. Nëse ka gjasa të ndryshoj, si pas ti kjo fushat e fundit na tregoj një Albin Kurti ndryshe nga i fushatës zgjedhjeve të parafundit parlamentare, deri diku një Albin Kurti që ngjante më shumë ose me konotacione nota prej rrugove, sesa prej tipareve të tij klasike, dhe nuk e di nëse një Albin Kurti tillë do të sillte një marrëdhënie të re dhe në raport mes tij dhe Edi Ramës. Zoti Bilali tha, çuditshme tha kjo marrëdhënie mes dy të majtëve, ndosë unë e thash që po nëse pyet në Tiranë do të thonë që Edi Rama pak lidhje ka me të majtën. Jo, Edi Rama ka pak lidhje me të majtën, është e vërtet, por narrativa, pra pika e përbashkët që shikoj unë të zotit Kurti me zotin Rama është propaganda e fortë dhe fakti që në rritjen ekonomike qoftë në Kosovë dhe qoftë në Shqipëri, të dy e lënë në vend numëro. Pra edhe në Kosovë sot nuk ka asnjë investim të huaj të thithur, pra nëse ne flasim, sepse ne politikën për shkak të ambientit që është krijuar në jo vetëm politik dhe mediatik, ne e konceptojmë si një arenë përmbajtjesh. Në fakt politika është një strategji e mirëfillt se si mund të arrit përthithjet dhe investimet huaja të cilat përkthehen drejt për drejt në mirëqenie apo rritje ekonomike apo dhe vende pune. Edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri e përbashkëta është që asnjë kompani prestigjioze nuk ka ndërhyrë dhe nuk ka bërë një marrëveshje e cila në fakt do të ketë impakt në zhvillimin ekonomik të Kosovës, por gjithashtu edhe të Shqipërisë. Për sa i përket pastaj në qasjes rrugoviste të Albin Kurtit, është shumë larg zoti Kurti për shkak të rrugtimit që ai ka pasur. Tha Lutfi Bilalli. Domethënë ka disa pomerca elementë që ngjasojnë të sillin ndërmend rrugovën. Njeriu është vjen në fillesat e vet, pra është një qenie organike. Dhe sa do të mundohet t'i veshi vetes një kostum që nuk e ka, do të vijë një moment që do të rikthehet përsëri aty ku ishte. Edhe vetë Edi Rama u rikthye dhe e portretizoi veten si nxënës i Fanolit dhe i Konicës, por në fund nuk pati asnjë lidhje dhe ne shikojmë shumë mirë se çfarë sistemi ka krijuar që nuk ka asnjë lidhje me as me Nolin as me Konicën. Edhe zoti Kurti nuk i përket shkollës së Rrugovës, i përket shkollës së zotit Demaçi, mund të ketë edhe një informacion që lidhet ose nuk e ka shprehur zoti Kurti që kush janë njerëzit që mund të kenë ndikuar më shumë në qëndësinë e tij politike, por që me zotin në Rrugova në asnjë moment edhe momenti pra që duam ne ta paralizojmë apo ta krahasojmë, e shikoj shumë të largët edhe mundësinë që kishte zoti Rrugova, edhe me partnerët ndërkombëtar, edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe unë mendoj që deri më sot në rajonin shqiptar politikan si Rrugova nuk ka. Nuk jesh afruar askush sepse është i vetmi politikan shqiptar që ka shkelur brenda shtëpisë së bardhë. E vërtet, ky element nuk duhet harruar. Ne do të kalojmë tani të flasim për politikën tonë të brendshme, ku krye i Partisë Demokratike Sali Berisha mblodhi sot kryesinë, ku vendosi data e protestës së radhës të jetë më 24 janar në orën 12. Berisha vijoi akuzat ndaj Ramës dhe zëvendës kryeministrit Balluku, duke i akuzuar se pasi vodhën qindra milion euro shkojnë dhe ngushëllojnë qytetarët për dëmet kolosale të shkaktuara nga përmbytjet. Edi Rama ka marrë çdo pushtet dhe nuk pranon zbatimin e ligjit nga organet e drejtësisë. Kur e dërgon atë njeri atë lubit të diskredituar në shkallë ekstreme për vjedhjet dhe për të gjitha sjelljet e saj. Se nuk është pak shqiptarët panë se çfarë llumi kanë në qeveri që përdorin cila është gjua e qeveritarëve e njerëzve që i qeverisin ata apo jo. Dhe këtë merr dhe e çon tek ura e mifolit.
është një lloj si të çosh litari në shpinën e varrit. Pasi ka vjedhe stërvjedh ata njerëz apo edhe u përmbytën në të katër anë për shkak duken qartë shkaqet. Sigurisht mot kishte, por të gjitha investimet, të gjithë infrastruktura e cila duhet të mbronte këta qytetar u provua se ishte jashtë funksioni për shkak të vjedhjeve, jo për shkak se nuk ishin bërë investime. Jo, nuk është se nuk ishin parashikuar investime, po investimet ishin vjedhur dhe ky e dërgon për riabilitim në fatkeqësi, bazuar në disa parime, se në mortje pritet dhe armiku. Ai që vjedh nuk pritet kurrë, as në fatkeqësi dhe në asgjë. Dëgjuam një pjesë nga fjala e zotit Berisha në nisje të mbledhjes së kryesisë Partisë Demokratike, ku është marrë vendimi të shtunën 24 janar në orën 12 do të jetë protesta e radhës kombëtare e opozitës. Do ta diskutojmë pikërisht duke nisur nga një skenar i tillë, një protestë e tillë me Ermal Peçin. Ermal, çfarë mendon se mund të sjellë ndryshe një protestë e tillë nga sa kemi parë deri më tani? Mbajtur këtu në konsiderat që e fundit protestës kombëtare që zhvilloi opozita ajo e 22 dhjetorit, u tha që do të ishte një protestë, do të kishte qëndrueshmëri, pra u dëgjua të flitej për një qëndresë 3 javore, ndërkohë që për hir të së vërtetës duhet të thënë që nuk zgjati më shumë se sa 3 orë. Zoti Berisha më pas tha që ajo ishte shërbeu thjesht si një provë gjenerale. Në këndvështrimin tënd, çfarë mund të sjellë ndryshe kjo protestë 24 janarit? Në këndvështrimin tim, kjo protestë do të jetë një kasetë e parë. Thjesht do ndryshojnë emrat e aktorëve të cilët do të akuzohen. Do të jetë një kasetë e cila do të ketë interes mediatik, por nuk do të prodhojë asgjë politike, sepse vetë demokracia hibride që ne po përjetojmë nuk kam parë që në ato protestat ketë diçka të qëndësishme për qytetarët. Pra, flitet vetëm për korrupsionin e qeverisë Rama, i cili tashmë është i evidentuar, por nuk flitet për zgjidhje. Dhe përsa kohë ti nuk flet për zgjidhje, përsa kohë ti nuk jep alternativat e dur, përsa kohë ti nuk je i qartë dhe transparent me opinionin publik, do të jetë një protestë e cila do të ketë një vëmendje mediatike, por nuk do të prodhoj asgjë politike. Dhe përsa kohë një protestë nuk prodhon asgjë politike, në mendimin tim është më mirë mos të bëhet se sa të bëhet. Sepse çdo protestë ka qëllimet e veta. Dhe në këtë situatë, opozita përveç problematikave të veta të brendshme që ka, do duhet të jetë më e qartë mbi piketat që do të zhvillohet kjo protestë, sepse edhe erën e fundit ne e pam, unë nuk e di në qoftë se juve ju la ndonjë mbrez në një fjalim aty, mua vetë nuk më la asnjë fjalim në një mbrez, nuk mbaj mend asnjë fjalim që të ketë shkundur opinionin publik. Protestat cilat nuk lënë shenjë dhe përsëriten janë të destinuara të vinë të kurren edhe të shuhen, sepse është si një proces i cili nëse nuk prodhon, ose janë si ato dy gurët që nëse ne i përplasim e nuk prodhohet zjarri, atëherë ne nuk kemi me çfarë ngrohemi. Dhe kjo protestë, nëse nuk prodhon politik, atëherë do të jetë destinuar që nga mbështetësit Çfarë nuk kupton ti me të prodhoj politik? Çfarë do ta konsideroje si prodhim politike? Tani, prodhim politik... Çfarë do duhet të ndodhte pra që të përmbushe ky kushti të prodhoj politik? Do duhet të jenë të qartë mbi atë se çfarë qëllimi kanë. Pra, çfarë është prodhosh politik? Të prodhosh politik në një demokraci është që të flasësh mbi parimet dhe kauzat. Nëse ti nuk mban parimet, nuk forcon kauzat, nuk flet për qytetarët, atëre këtu nuk e prodhuar më politik, se një protest duhet të ketë një qëllim. Ti nuk mund të shkohesh dhe t'i thuash Ramës që unë do të rrëzoj ty, kur ti brenda partisë tënde ke akoma problemet e meritokracisë, kur ti brenda partisë tënde ke vazhduar me përjashtimet, kur ti brenda partisë tënde ke krijuar foltorët se do të flasësh me demokratë, kur ti nuk ka arritur dot ti jesh i qartë brenda partisë tënde, atëherë si mund të jesh ti i aftë të mundësh kundërshtarin?
Pra demokracia në thelb, sepse ne kemi keq kuptuar edhe në këto 35 vite, po edhe askush nga kjo elita që duhet flasi nuk e ka orientuar siç duhet opinionin publik. Demokracia forcohet mbi parime dhe kauza. Është një mjet protesta, është mjet sensibilizimi, por nuk është 100% mënyra se si ti arrin për të forcuar demokracinë. Por Ermal, mua në qëllim të qartë më duket, në paktën qëllimi i shpallur, ka kohë që përsëritet dhe është vetëm një zgjedhje me qeveri teknike që do të mundsonte një fushë të barabartë loje për gjithë subjektet garuese dhe secili do të mund të maste realisht forcat e veta. Pra, të artikuluar si qëllim e kanë dhe përsërisin prej kohësh. Më duken të paqartë mënyra se si të arrin qëllimin, po qëllimin e kanë të shprehur ama. Këtu realisht po tregojnë jo të sinqert me demokratët. Pse? Edhe me qytetarët. Këta nuk kanë asnjë mekanizëm që ta trysnojnë Ramën për qeveri teknike. Pse nuk kanë asnjë mekanizëm? E para është ne kemi dalë nga 11 maj. Vetë Partia Demokratike ka një tkurrje prej 300.000 votësh. E dyta, vetë opozita në tërësi është e përçarë. E treta që është më e rëndësishme se këto dy të parat, që thash, në kryet Partisë Demokratike është një person i cili ka dyert e mbyllura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me partnerët britanik. Tani, qeveria teknike, kur ndodhi në 2017 që nuk ishte e suksesshme, si ndodhi si një presion i faktorit ndërkombëtar. Nuk pam ne atëri që Rama të lëshonte, edhe pse protesta ishte goxha e madhe dhe çadra që bëri zoti Basha aty ishte me një simbolik mjaft të fortë, në qoftë se nuk do të kishin ardhur amerikanët, ajo protestë do të vazhdonte dhe vetë Rama nuk do të shkonte kur drejt një qeverie teknike, por ishin dhe kushtet politike në atë kohë. Kurse sot kemi në të tjera kushte politike dhe ti nuk mund të përsëritesh një serial të parë, sepse nëse përsërit gjithmonë të njëjtin shumëzim, atëherë do të kesh të njëjtin përfundim. Dhe këto janë pikat pse nuk ka një qeveri teknike në këto momente. Dhe duhet kuptojmë, dhe kjo është arsyeja pse unë them që këta tregojnë të paqartë dhe i gënjejnë demokratët, sepse kushtet në këtë moment që po ndodhin nuk favorizojnë në asnjë moment për qeveri teknike, sepse vetë situata është një kaos politik dhe vetë Edi Rama i ka dhënë çdo aktorit të opozitës rolin e tij dhe vetë në këtë moment ai ndihet i plot fuqishëm me 83 mandate. Mënyra se si Rama do të lëshojë pushtet politik është vetëm nga faktori ndërkombëtar dhe nga goditjet e SPAK-ut. Të dy këta element, qoftë SPAK-un, qoftë faktori ndërkombëtar, Partia Demokratike i ka kundër. Tani si do arrijmë në këtë rezultat? Tani, se më solën diçka në mendje. Berisha jo më larg se dje tha, Rama tha, nuk largohet nga pushteti, as nga drejtësia dhe as nga të huajt, vetëm nga populli thaj. Shko, kjo deklaratë e zotit Berisha që ju drejtohet dhe thot rrëzohet nga popullit është që kërkon të mobilizojë mbështetësit e vetë. Dhe vetë zoti Berisha është në gjithë drejtën e vetë politike të artikulohet ashtu siç e mendon ai. Por fakti është që vetë zoti Berisha në narrativat e veta ka thënë që Edi Rama ka krijuar një sistem gati kriminal në Shqipëri. Ka krijuar një sistem i cili nuk është më demokraci, po ka kisokraci, ku dhe shkrimi, herë përdor që ka krijuar dhe një sistem oligarki dhe tani në këtë trekëndsh ku vetë zoti Rama është kryesori, ti kërkojnë që ta rrëzoj populli. Populli në Shqipëri fatkeqësisht është në një moment që dhe i zhgënjur nga politika shqiptare, me të drejtë. Kanë 35 vite që kanë dëgjuar në për protesta që e duam Shqipërinë si Europa dhe Europa sa vjen dhe na duket më larg dhe pse e kemi kaq shumë afër, sepse askush prej aktorëve politik nuk ka arritur dot të tregojë me programe, të tregojë me zhvillime apo edhe me hapa konkret se si neve duhet të integrohemi në Bashkimin Evropian. Nuk kemi asnjë kusht. I vetmi kusht që na hapën negociatat ishte SPAK-u, por në SPAK-u nuk ka qenë një krijim i shtetit shqiptar, ka qenë një krijim i cili është shtyr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania dhe Bashkimi Evropian. Në këtë moment që zoti Berisha kërkon të thrasi qytetarët apo të qytetarët e Shqipërisë, ne shikojmë që zoti Berisha është i braktisur. Ne harrojmë zgjedhjet e pjesshme. Ky populli nuk ngrehet sepse nuk shikon njeriu e dur në krye që ti pri, apo ka një arsye tjetër që e bën këtë popull të mos. Unë e mendoj në këtë formë.
një politikan nuk mund ta lej fajin tek qytetarët. Ai që e prin betejën, ai duhet marrë përgjegjësi për të mobilizuar qytetarët. Qytetarët ndihen në presion ekonomik, ndihen në presion në qytetet vogla të bandave kriminale, disa janë të lodhur, disa janë të zhgënjur nga kjo politik dhe ti nuk mund ta lësh fajin tek qytetarët. Ajo që zoti Berisha nuk artikulon dot është që zoti Berisha nuk e mund dot Ramën. Dhe zoti Berisha nuk është ajo figurë që frymëzon dhe sjell bashkimin e opozitës. Dhe në këtë moment kur zoti Berisha nuk artikulon dot këto piketa politike, drejtohet ta delegojnë fajin tek qytetarët. Por në optikën time qytetarët mund të kenë përgjegjësinë e tyre, por nuk kanë asnjë faj për situatën që është trashëguar politikën në Shqipëri. Pra, këtu pushteti politik ka deformuar strukturën sociale dhe strukturën ekonomike të këtij vendi. Dhe përgjegjësi kryesor është tek klasa politike, nuk është tek ne që jemi poshtë dhe që s'kemi pas asnjë vendimarrje dhe nuk kemi pasur asnjëherë pushtet në këto 35 vite. Pyetja në këtë kontekst, meqense ti the Berisha nuk është i sinqert, nuk e thotë që nuk e mund dot Edi Ramën. Që nga momenti që kemi dëgjuar publikisht artikulohet në mënyrë zyrtare kërkesa për një qeveri teknike, pyetja që unë shtroj gjithmonë është: jaz Edi Rama me hir apo me pahir u detyrua apo me dëshirë pranoi kërkesën për qeveri teknike? Fiton dot opozita zgjedhjet? Do të them diçka. U krijua një narrativ që këtu mund të vinin Delta Force dhe të përsëritej rasti Maduros. Po askush nuk e tha që Delta Force në Shqipëri e SPAK-u. Institucioni që amerikanët janë investuar është institucioni i drejtësisë i cili e ka emrin SPAK. Kemi parë funksionar të lartë departamentit amerikan të shtetit që kanë takuar zotin Dumani, por dhe zotin Brau, dhe mos gaboj para 2 ditësh ishte dhe ambasadorja e dërguara e posaçme e ambasadës amerikane këtu në Shqipëri që takoi zotin Brau. Dhe në këtë moment, partnerët e vetëm në gjithë të kakofoni mediatike politike, amerikanët dhe britanikët kanë zgjedhur SPAK-un. Për sa kohë këta e dinë që sistemi që ka krijuar Rama me Berishën, cilët janë aktorët më jetëgjatë në politikën shqiptare, është një sistemi i cili në fakt duhet shmontuar nga rrënjët. Sot Shqipëria kur është koha me diell, i ndrit duket si një pemë e bukur, por që rrënjët thellë në tokë i ka të kalbura. Dhe këtu mjaftojnë 2 pika shiu dhe ne shikojmë se çfarë ndodh. Partnerët strategjik e dinë mjaft mirë që këtu ka pasur, edhe ne e dimë mjaft mirë, që edhe nga përgjimet s'ka janë kroçat, këtu ka pasur një bashkëpunim të heshtur midis grupeve kriminale, politikës dhe grupeve ekonomike. Që këta ti mundës sot duhet të çmontosh në radhë të parë këtë sistem. Vetë SPAK-u ka filluar, ka goditur në radhë të parë goditi grupet kriminale. Sekuestroi gati 360 milion euro ishin vetëm këtë vit. I ka bërë disa prej grupeve kriminale të shkojnë në Dubai të gjejnë atje arrati. Një pjesë tjetër grupeve kriminale po goditet. Sekuestroi telefonin e drejtorit policisë të përgjithshme. Ka pasur dhe ka goditur element apo funksionar brenda policisë shtetit. Pra ne tregojmë një sistem i cili është i kalbur kryekput. Dhe ti duke kërkuar tashmë qeveri teknike, vetë demokratët janë të lodhur dhe të zhgënjur nga zoti Berisha, sepse ne duhet ta themi në zgjedhjet e pjesshme, ai ishte zoti Berisha që përdori kartën e shoqërisë civile dhe mori një rezultat katastrofik dhe askush nuk e ndjeu dhe e kaluan në heshtje. Okej, po këtu kam përshtypjen normal që ka plot njerëz që mendojnë që ishte qëllimshme për të shmangur përgjegjësinë. Po këtu do të vi. Pra, ata e dinë mjaft mirë se çfarë po ndodh dhe këto zgjedhje teknike, nëse sot Rama thot hajde do të hyjmë në zgjedhjet parakoshme, unë mendoj që nga 83 mandate mund të çojë edhe 90 mandate, sepse opozita është e përçartë. Po me qeveri teknike. Opozita është e përçartë, po të shikosh ajo se çfarë ka prodhuar qeveria teknike, nuk prodhoi ndonjë politik të madhe, nuk prodhoi as aktor politik dhe prodhoi njerëz që u sfomuan dhe nuk kishin asnjë domethënie. Sot që ne flasim, ti ke zotin Sheaj që është në SPAK me zotin Lapaj, ke zotin Sheaj që thotë unë nuk vi me zotin Berisha dhe e kuptoj me vonesë të gjë, ke më pas zotin Qori që thotë këta nuk përbashkojnë asgjë me kauzat e mia, dhe si do e mundësh ti Ramën kur e gjithë panorama opozitare, këtu përfshi edhe
partitë që dole nga Partia Demokratike, të cilët nuk gjejnë. Do të flas për këtë tryezën e ditës së premte, që është fiks shembulli konkret i kësaj që po thoje ti. Por përqendruar edhe një moment tek si ndryshohet pushteti në Shqipëri. Nëse është vërtet kjo që thua ti, pra që Delta Force amerikane në Shqipëri është SPAK-u, njeriu që i bën thirrje amerikanëve, hajde hiqni dhe Ramaduros, si quhen ai, siç hoqët Maduron, pse ama artikulon këtë idenë që nuk ikën Rama me drejtësi, nuk e hiq dot drejtësia Raman? Sepse vetë zoti Berisha është një njeri i cili ka probleme vetë me drejtësinë. Dhe vetë zoti Berisha është një njeri i cili në narrativën e vet, edhe kur nisi 2026, përsëri sulmoi institucionin e drejtësisë. Dhe vetë zoti Berisha në këtë momente që ne flasim, është një njeri i cili nuk i intereson të krijojë një narrativ që SPAK-u mund të bëj këtë apo mund t'ju bllokojë jetën politike këtyre aktorëve. Sepse vetë zoti Berisha e di mjaft mirë në këtë situatë ku është Shqipëria që sistemi që ka krijuar, se këtu duhet ka dy ndarje në optikën time. Pra, ky sistem i cili ka çdo mekanizëm funksional që janë grupet kriminale, politika, media, interesat caktuara të undergroundit ose asaj që ne nuk shohim, i ka shërbyer kësaj klase politike. Dhe në këtë moment ti duhet godasësh këtë sistem që ti presh ka. Por qëndrimet politike dhe zhvillimet politike janë, pra SPAK-u me politikën janë dy drejtëza paralele, të cilat përputhen vetëm në momentin kur ti ke shkelur ligjin apo ke abuzuar me detyrën. SPAK-u bën punën e vet, politika duhet bëj punën e vet. Aktualisht askush prej aktorëve politik nuk arriti dot të kalonte egon e vet dhe të vinte në një front të përbashkët mbi kauzat dhe mbi parimet. Në këtë moment vetë zoti Berisha intereson kjo gjuhë sepse në anën tjetër nuk doj që edhe demokratët kenë një narrative e cila thonë që po SPAK-u mund të bëj këtë gjë, sepse SPAK-u nuk ka për ta rrëzuar Edi Ramën, SPAK-u ka për ta kushtëzuar Edi Ramën. Pra nëse SPAK-u i godet atit zonjën Balluku, nëse SPAK-u i godet Ametajn, Tahirin, Veliajn, X-in, Y-in, atëherë Rama moralisht është një figurë e rënd politikisht. E ndoqë konferencën për shtyp të kryeministrit në fund të dhjetorit? Personalisht çfarë më bëri mua përshtypje ishte një sfidë e hapur dhe një mbrojtje totale pikërisht për këta njerëzit e tij, bashkëpunëtorët e tij të afërt që aktualisht përballen me drejtësinë. Edi Rama i mbrojti të gjithë. Ndoshta ishte nga halli, por i mbrojti të gjithë. Mbrojti zonën Balluku, mbrojti kur tha publikisht që të isha unë deputet në atë komisionin e mandateve, do t'i thoya atyre prokurorëve të SPAK-ut, dilni jashtë dhe shkoni sillni prova. Domethënë indirekt tha që dosja e sjell nga SPAK-u nuk ka prova. Dhe kjo me logjik, me deduksion logjik, kryeministri këtë tha, që mos të fshihemi pas gishtit, sepse pyetja që kam është, po do t'i marrim gjithë të rastet, pyetja që kam është si është mundur që kryeministri gati jo vetëm që nuk ndihet i shqetësuar nga ky veprim i SPAK-ut, por është gati sfidues. Për Erion Veliajn tha unë ende nuk e kam kuptuar pse po mbahet ai brenda. Për Linda Karçajnën tha super krenar për punën e saj dhe gjithashtu e mbrojtje, domethënë për disa prej atyre që konsiderohen si dosjet më të rëndësishme, më të rënda hetimore që do të njollosnin mazhorancën e zotit Rama dhe që ti thua që nuk do kishte më moral që të qëndronte më zoti Rama, ai jo vetëm që nuk ndjehet në kushtet që të largohet, po ai gati është sfidues, thotë do t'i nxjerrë jashtë ata prokurorët. Sepse zoti Rama e di shumë mirë që për sa kohë ketë përballë zotin Berisha nuk bie nga pushteti. Dhe zoti Rama tashmë edhe për shkak të presionit madh që po i bën po të them SPAK-u, i duhet që dhe ai me pushtetin e tij politik t'ju thotë që duhet deri këtu i keni ju hapat tuaja. Pra zotit Rama, duke qenë se sa po vjen dhe po i ngushtohet laku, tashmë do t'i bjerë dhe ajo maska hipokrizis kur thonte dhe i drejtoi SPAK-ut ja tani që ikën amerikanët kush do t'ju mbroj juve. E mbani më shumë mirë juve kur i drejtoi në momentin kur pati një vakum në institucionin e drejtësisë që pati disa ndryshime kur erdhi zoti Trump në qeveri. Në këtë moment, kur vetë amerikanët kanë qenë po aty, kur vetë të paktën sipas informacioneve që vinë, që ka edhe agent të FBI-t, edhe të CIA-s, por që kanë zbritur dhe kanë instruktuar funksionar të SPAK-ut apo dhe të BKS, atëherë zoti Rama është i kushtëzuar, sepse tashmë SPAK ka guxuar ty në zemër të kryeministrisë. Qoftë
Akshi, dhe ne kemi thënë me qeshur që diella është Rama, nuk është diella qeshur, por aty është e vërtetës. Ndonjëherë e qeshura thonë batuta është gjysmë e vërtetës, dhe në anën tjetër vetë zonja Balluku është simbolika e arkitekturës se çfarë përfaqëson vetë Edi Rama. Pra aty përputhen dhe aty bashkohen grupet ekonomike, grupet mediatike, dhe grupet të cilat janë interesave të treta. Kështu që në këtë kontekst, vetë zoti Rama e di që tashmë s'pak ka guxuar të shkoj tek zemra e kryeministrisë. Dhe ajo zemër e kryeministrisë do të tregoj shumë për çfarë ka ndodhur aty. Në anën tjetër, ne kemi rastin që s'pak goditi eminencën ngri të kryeministrit Rama, që ishte Gyes Agasi, që sipas zotit Ameta ky ishte koordinatori i krimit në gjithë Shqipërinë, dhe kemi parë dhe faktet që ky ecte me eskortën e zotit Rama, që tregon edhe një papjekuri, por dhe mënyrën se si këta shtetin e konceptojnë si pronë private. Në këtë moment, vetë zoti Rama, nëse do duket i dobët para opinionit publik, e shikon si një rrezikshmëri akoma më të madhe që mund t'i të cënoj pushtetin e vetë. Dhe i duhet kjo lloj narrative për t'ju dhënë garanci dhe të vetëve, të cilët dhe i thot dhe ndër tjera pati një mesazh edhe për zonjën Balluku, kryesisë e zonja Kërçanaj s'ka se qa mbrojtje t'i bëj zoti Rama, por që i thot unë nuk ju lëshoj juve. Dhe ju keni një garanci, por e gjithë kjo kështjell prej rere që ka ngritur Rama, do të arrëzoj të gjithë sistemin në momentin që SPAK do të hyjë akoma më thetë, sepse ne nuk e dim mënyrën se si po vepron SPAK për të goditur dhe për të sjell para drejtësisë individët cilët kanë abuzuar me ligjin dhe kanë shkelur pozicionet e tyre. Për ta mbyllur këtë pjesën e mazhorancës, flitet, nuk e di nëse ti ke dëgjuar këto ditët e fundit për mundësinë që nga fundi i janarit të kemi disa ndryshime në qeveri, ndosë qeveria është në thonjza relativisht e re, e miratuar në shtator, por nuk pati atëherë ndryshime të mëdha. Nëse ndodh diçka e tillë, sepse unë përsëris gjithmonë me Edi Ramën asnjëherë nuk i ndihet deri në momentin që ndodh, që e thot ai. Por zërat e fundit janë që etapa e parë ishte ai takimi me gjithë kabinetin qeveritar që shërbente si një lloj analize të premten e fundit dje. Pra, javën tjetër do të kemi një takim të grupit parlamentar socialist dhe më pas me gjasa mund të kemi një mbledhje të asamblesë ku mendohet se Rama mund të bëjë disa ndryshime në kabinetin qeveritar. Dhe këtu gjithmonë më vjen ndërmend, unë kam thënë dhe më herët sot, më vjen ndërmend rasti Tahiri, kur në momentin që ai pati probleme me drejtsinë, Rama që mos u dukej sikur po largonte vetëm atë nga qeveria, largoi dhe 5 ministra të tjerë, 6 në total, dhe vetëm që mos dukej sikur po largonte Sajmir Tahirin. Në këtë vështrimin tënd, nëse ndodh pak a shumë i njëjti skenar, çfarë oksigjeni do t'i jepte zotit Rama, si mund ta ndihmonte diçka e tillë, nëse mendon se mund ta ndihmojë? Unë mendoj që pavarësisht se çfarë makjazhi kërkojnë që Rama t'i japi qeverisë vet, ne e dim shprehjen e urtë popullore që peshku qelbet nga koka. Nuk është rastësi që të gjithë bashkëpunëtorët e Ramës kanë probleme me drejtsinë. Nuk është rastësi që vit pas viti këtu shtohet korrupsioni. Nuk është rastësi që vit pas viti këtu aferrat sjellin dëme kolaterale. Nuk është rastësi që këta nuk bëjnë asnjë menaxhim të buxhetit shtetit, por janë aty tamam si shushunja për të thithur sa më shumë gjak. Dhe nuk ka rëndësi, pra në optikën time vetë Rama sot është i kushtëzuar. Në 2013 kur Edi Rama erdhi, kishte një grup të mirëfill të cilët kishin edhe të dhëna politike. Pra, mbaj mend, ishte Sajmir Tahiri, Ametaj, ishte Ilir Beqaj, ishte po them një background më politik kabineti qeveritar. Më politik, por mbronin dhe veten e tyre. Nëse ti do thrasë sot një ministër, dhe do zgjedhësh të bësh gazetarin, ai nuk do të flasë si fare. A do të thot 5 llafet e fjala e 6 do skuqet dhe do gjej një mënyrë që të thot aman të lutem më kurse. Dhe kjo është ajo çfarë ka prodhuar Rama. Ose do përsërisë atë që kam mësuar përmendësh. Ose dhe atë po do të vej, pra nuk, e sigurt është që nuk do të vi. E kupton, e sigurt është nuk do të vi, po them edhe me natyrën humane që mund të ketë njeriu që mundohet ta kursej në sensin që mos t'u shtroj presion. Askush prej aktorëve politik sot, se me këta që kishin dhëna politike sot janë pasegur, vetëm zonja Spiropali është
që është aty si ministre jashtme, dhe Taulant Balla, i cili në fakt i është rihapur dosja Toyota Yaris, po flitet dhe me këtë që do t'jetë kjo e kamerave dhe aty mund t'i rëndohen pozitat, po ashtu vetë zoti Balla është një aktor politik i cili është i njëllosur për shkak të lidhjeve me grupet në Elbasan. Por sikur mos mjafton vetëm kjo gjë, Indrit, ne shikojmë që përveç zonjës Ballukut, sot zoti Rama nuk ka më asnjë njeri politik brenda qeverisë. Dhe gjithë peshën e vet e mban ai. Dhe pavarësisht se kë emër do të shkojë, do të vazhdoj po ashtu e njëjta metodologji, do vazhdoj po ashtu Kurbani i Ramës, thjesht është zgjedhja e Ramës, a? Jo, në zgjedhjen e vet, ai është në gjithë drejtën e vet. Njerëz pa peshë politike. Kjo dhe si nuk ka më besim. Më tepër si kabinet teknik, po. Nuk ka më besim as tek njerëzit, sepse sa më shumë të kesh pushtet, krijojnë dhe paranoja pushtetit, dhe ai nuk ka më besim te askush prej tyre, plus të vetmin njerëz që ai kishte besuar i ka pas sekurave. Dhe në këtë pjesë unë mendoj që vetë zoti Rama po krijon një material për të bërë Kurbanin 2, me kokat që do presi, por nuk do të ketë asnjë gjë ndryshe. Shqiptarët duhet ta dinë që kjo lloj mënyre se si vetë zoti Rama ka qeverisur është një mënyrë qeverisje për të shkatruar shtetin shqiptar dhe për ndërtuar pushtetin e vet. Sot ne nuk flasim, nuk ka investime të huaja të përthitur. Shikojmë që kur bien 2 pika shi përmbytet Tirana, kemi 7 vite përsëritet e njëjta situatë në Novosel. Askush dalin aty, veshin çizme, thonë situata është kontroll. Në fakt shqiptarëve ju prishin shtëpitë, ju prishin toka bujqësore, kanë dëme ekonomike, penalizojnë biznese, dëmtojnë biznese dhe askush nuk merr përgjegjësi. Kjo është panorama që ka sjell vetë Edi Rama sot. Doja ta mbyllim duke u kthyer tek opozita, sepse lash rrjedhën e bisedës të na drejtonte, por kam një pyetje sa i përket kësaj tryezës së të premtes, dhe është pyetja fundit që kam për ty. Ku Partia Mundësia, pra këto partitë e vogla opozitare, por parti parlamentare, ama munguan të treja. Mundësia, Lëvizja e Bashkë dhe Shqipëria Bëhet e Adriatik Lapajt. A ishte një gabim në këndvështrimin tënd, sepse gjithmonë ishte kjo thirrja që të sakrifikojmë pak nga vetja, kush ishte Flor Binaj tha ta pranojmë njëri tjetrin kështu siç jemi, ishte thirrja e tij. A ishte në këndvështrimin tënd gabim mbajtur në konsiderat kjo situata ku të gjithë thuhet duhet të sakrifikuar diçka nga vetja për një të mirë më të madh në përgjithshme, siç mund të ishte një qeveri teknike që çonte vendin në zgjedhje, apo janë legjitime dhe këndvështrimet e tyre që unë ruaj profilin tim dhe distancohem si nga një parti e madhe që është në mazhorancë dhe një parti tjetër e madhe që është në opozitë, që për këto të veçlit janë pak a shumë njësoj përgjegjës për situatën e krijuar. Në 35 vite, aktorët politik në Shqipëri fatkeqësisht kanë veshur shpeshherë maska hipokrizie. Ajo thirrje që hajde të bëjmë gjithë bashkë dhe të lëmë qëndrimet tona apo parimet tona mjanë sepse Edi Rama është rreziku më i madh, unë e kam parë si kaset në vitin 2011 deri në vitin 2013, Aleanca e Qelbësirave. Për ju e mbani mend, edhe për qytetarët t'i rikujtojmë, dhe ishte një aleancë ku bëri bashkë Ilir Metën me Edi Ramën. Dhe ishte një aleancë që Shqipërisë ne shikojmë shumë mirë se çfarë ka sjell deri sot që flasim, janë 1 milion shqiptar larguar, flitet për korrupsion, flitet për grupe kriminale që kontrollojnë politikën, flitet për një mekanizëm i cili vetëm rrjep xhepat e shqiptarëve. Dhe kjo ishte panorama dhe një mungesë të prodhimit të moralit politik. Pra nuk kishte asnjë moral. Pra Ilir Meta që bëri 21 janarin, se 700.000 euro bloku i famshëm i Ilir Metës, Edi Rama për ta në pushtet e mori dhe jemi në këtë situatë. Sot në qoftë se këta mendojnë se do arrijnë të mundin Edi Ramën me armët e njëjta dhe me armët që vetë Edi Rama i ka përdorur, janë shumë gabim. Opozita vjen në pushtet vetëm duke lidhur thellësisht marrëdhënien e besimit me parimet dhe me kauzat, jo vetëm nëpërmjet njëri tjetrit, por edhe me qytetarët. Kur opozita të ketë to parime dhe të ketë edhe një mbështetje të partnerëve ndërkombëtar, atëherë do të ketë dritë në fund tunelin. Nëse këta duan mos ta shikojnë politikën ashtu siç është, atëherë do të jenë përsëri në opozitë dhe Edi Rama do të jetë aty, do të mbretërojë. Këta duan ta shikojnë të vërtetën siç është,
që Partia Demokratike sot prej 3 vitesh që kur e ka marrë zoti Berisha, nuk ka shkelur këmbë Amerikani. Dhe përsa kohë dhe këmbë Britaniku, përsa kohë këta nuk kanë vënë këmbën e tyre në atë parti, ajo parti fatkeqësisht nuk ka për të ardhur kur në pushtet. E kuptojmë. Do të shikojmë se si do të shkojnë zhvillimet e politike gjithmonë në Shqipëri të këtyre ditëve. Malpeç për sot të falenderoj për gjithë analizën dhe bisedën dhe shpresoj të kem përsëri në studio për t'i vazhduar këtë diskutime. Kur kam kohë vi me kënaqësi, ju e dini. Dhe ti e di që për ne je gjithmonë i mirëseardhur. Ne shkëputem vetëm pak minuta publicitet dhe rikthehemi shumë